Faleminderit kryetar. Kam parë që këto ditë i është bërë biografia çdo protestuesi që del atje 5 minuta se nga i merrni vesh këto informacione, unë nuk e di. Por dua t'ju kujtoj që ky parlament dhe pikërisht kjo mazhorancë është përgjegjëse për këto. 9 deputet, 8 kryetar bashkish, 38 këshilltar vendor, 542 nënpunës civil, të cilët u larguan si rrjedhoj e ligjit të dekriminalizimit se kishin qenë të dënuar. Tani pyetja ime është kjo: sa mirë që e gjeni që një protestues që del 5 minuta atje pas ka pas probleme me ligjin më përpara, po këto deputetët që i kandidonit vet, kryetarët e bashkive që i kandidonit vet, punojësit që i fusit administrat vet, pse nuk ja u gjenit këtë biografin ju, po ja u gjetëm ne biografin që ju anëzorëm ju jashtë. Dhe nuk i kishin pak ata: drog, vrasje, pengmarrje, përdhunime, pafundësisht. Këto i sodhët ju në parlament. Së dyti, duat ngrej një shqetësim, kam sjellur një projekt ligj që mendoj duhet vi sa më shpejt. Sot në burgun 313, 2 punonjës kanë humbur jetën, njëri 62, tjetri 63 vjeç. Është një rast i shpesht, në veçanti të punonjësit e policisë, të humbin jetën shumë shpejt, dhe unë kam sjellur një projekt ligj që të ulet mosha e pensionit për policinë e shtetit. Mirë do t'ishte që të vi sa më parë ky projekt ligj, se qartazi është emergjente. Në rajon jemi vendi me moshën e pensionit më të lartë. Po në veçanti për policinë e shtetit, Kosova e ka 55 vjeç. Dhe do ju kërkoja njerëzish që ta sjellim sa më shpejt këtë çështje. Çështjen e tretë që dua të ngrej është për kolegët deputet, të cilët duan të bëjnë lojra me partitë që kanë themeluar vetë. Nëse do doni të ishit serioz, mund të flisnit për bashortet e kryetarëve të këtyre partive, të njërit për këtyre partive, që këtej koordinon fondet IPA, fonde IPA për cilat kolegu juaj Beqja është sot në burg, dhe i shpërndante kjo si krye koordinatore, miliona euro, këte i mbani dhe i promovoni në për këto shoqata e OJF-ra tuaja dhe pasaj na i themeloni edhe si parti. Këto lojra nuk janë njëri, por në të gjitha rastet, se dëgjova që keni fut njëri, kjo partia ka futur këtëra, mund të kenë futur shumë gjëra, por kriminal nuk kanë futur këtu. Kjo është e vërtet. Për atë ekskluzivitetin e ka Partia Socialiste. Dhe me qënë se u përmend që është dita e parlamentarizmit dhe se ka ndonjë parti që duhet heshti, është Partia Socialiste, sepse është e vetmja parti që ka nxjerr armën dhe ka qelluar deputet të opozitës në Po, zoti Muçi, replik. Atëre. A ju drejtua, zoti Muçi? Zoti Balliu. Ju drejtua zoti Muçi apo jo? Po, përmendi gruan e kryetarit partisë time Qartazi. Çfarë pretendim keni zoti Muçi? Urdhro. Atëre. A mund ta vazhdoj replikën? Ta dëgjojmë përsëri çfarë ka fjalën. Atëre. Zotria, po tani, a ludoj për partinë time dhe për mua? Okej, vijoni. Atëre. Ta dëgjojmë. Atëre, zotria në fjalë, zoti Balliu e nisi fjalën e vet, duke akuzuar kolegët e tjerë këtu që po merren me biografin e protestuesve, të deputetëve me radhë. Dhe në fund përfundoi duke marrë me gruan e Arlind Qorrit. Tani, unë nuk dua këtu të merrem me zotin Balliu, as me kush është zoti Balliu, as kush ka qenë babai shokut Balliu, dhe as me gjëra të kësaj natyre, sepse unë nuk merrem këtu me biografinë e askujt. Unë di të them që nëse dikush ka një profesion dhe punon dhe menaxhon 100 mijëra fonde të Bashkimit Evropian, duhet ta ketë për nder shoku Balliu. Dhe jo të ngrihesh ti aty tani e të na japësh mend se çfarë bën gruaja e njërit dhe e tjetrit. Sidoqoftë, kur unë flas për krye gjushatën, nuk e kam vetëm për shokun Sali, kam edhe për shokun Klevis këtu. Megjithatë, shumë shpejt, ky nivel në këtë kuvend do të marrë fund, sepse shumë shpejt do mbajnë zgjedhje barakoshme,
dhe në këtë sallë do hyjnë njerëz që e meritojnë të jenë pjesë e Guvernit të Republikës së Shqipërisë. Zoti Muçi e shpërdoruat replikën, mendova se do t'i referoheshit fjalës drejtuar ndonjë prej prononcimeve tuaja, por replika nuk merret kur përmendet kryetari i partisë, merret kur përmendeni ju drejt për drejti. Nëse zoti s'mund t'i japim replik mi replik. Dakor, pra vretjen e dashur në emrin tuaj. Tani s'japim dot replik mi replik. Zoti Leskaj.